Zoti i Madhërisëm thot: "Leallekum tattaqun", është bërë obligim agjërimi. Pse? Sepse qëllimi i krejt ibadeteve është kjo: leallekum tattaqun, që ju të bëheni të devotshëm, që ju të bëheni njerëz, që ju të keni shpirtra aktiv, që ju të jeni të gjallë në ndjenja, që ju të jeni të përgjegjshëm së pari para atij i cili ju ka krijuar, por edhe të jeni të përgjegjshëm mbi obligimet të cilat u ngarkohen në supet e juaja në jetën e kësaj bote, apo që ju vetës ja ngarkoni duke bërë apo duke patur raporte me njerëzit në jetën e kësaj bote. Pra çka është devotshmëria? Para se gjithash është njerëzillëk. Pra të jesh i devotshëm do të thotë të jesh njeri. Të jesh i devotshëm do të thotë të jesh i drejtë, të jesh i mëshirshëm, të jesh i butë, të jesh zemërgjër, të jesh falës. Pra me një fjalë të punojnë ndjenjat të cilat japin paqe pra vetës, por edhe të tjerëve u sigurojnë paqe. Kjo është pra devotshmëria. Apo të jesh i devotshëm do të thotë ashtu sikurse njëri nga shokët e profetit sallallahu alaihi wasallam e përshkruajti, e tha që të jesh i devotshëm do të thotë të ecësh në një rrugë dhe në atë rrugë ashtu sikurse pastron pra gjëmbat të cilat janë në rrugë që të mos i shposh këmbët e tua, të mos i xhakosësh këmbët e tua. Kjo është devotshmëria në kuptimin fetar. Pra, të largosh të gjitha ato gjëra negative nga vetja jot që realisht ta prishin dinitetin tënd, ta prishin karakterin tënd, ta prishin raportin me Zotin e madhëruar, ta prishin raportin me familje, ta prishin raportin me shoqëri, me ato të cilat ke raporte dhe marrëdhënie. Pra, të jesh i devotshëm do të thotë që të jetosh me vlera. Të jesh i devotshëm do të thotë që edhe nëse të mungojnë duhet pajisësh me vlera. Dhe nëse në fund të Ramazanit neve pra nuk kemi arritur këtë, që së paku disa vlera të munguara të ja shtojmë vetes son, atëherë pra Ramazani nuk ka qenë apo nuk ka reflektuar pozitivisht dhe dobishëm në jetën tonë. Prandaj dhe ky është kuptimi i pejgamberit alayhi salatu wassalam, kur na porosit që Allahu i Madhërisëm nuk ka nevojë që ne të qëndrojmë të uritur dhe të etur, mirë po dëshiron që ju të ngriteni në grada të larta devotshmërie. Pra Zoti i Madhërisëm dëshiron nëpërmjet obligimit të na bëjmë më të mirë. Allahu na mundsoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi